Këtu i kemi dy fotografi që të regojnë shumë, mund të thumë i lirisht dhe flasin shumë. Fotografia parë gjatë viteve 1990-91 në sheshin Skënderbej në Tiranë, kur komandanti legjendar Adem Jashari ishte atje me një grup shok për të përgatitur për një shtenë dramatosër kundër përshtuesit serb. Gjatë qëndrimit, gjatë udhëtimit në Shqipëri, komandanti ka ndryshuar fizionomin, tregojnë këto dy fotografi, fotografia pranë Mozetit të Kombëtar dhe pranë piramides po në Tiranë, me të njëjtën uniform që ka pas gjatë udhëtimeve. Po se i mbajnë udhëtimet, kthehen në Kosovë, në Drenic me armate municion. Kjo fotografi është në Drenic në pranverë vitit 1992. Nga kjo foto që po i shihni 7 veta, 3 kanë ra heroikisht gjatë luftës dhe në shpallë heroi kombëtar, 2 kanë betë invalid të luftës, 2 për fat nuk kanë betë invalid edhe pse kanë qenë plagosur disa herë gjatë luftës nga përshtuesit serb. Heroi kombëtar, siç e dini, komandanti legjendar Adem Jashari, komandanti i brigadës 114 Ilaz Kodra, ky djali këtu, bashkë me komandantin dhe vllavi komandantit Hamza Jashari. Ndërsa invalidi luftës ka mbet Jakub Nura Sahit Jashari, Jakub Nura është ky djali këtu, Sahit Jashari është ky djali këtu. Për fat nuk kanë mbetur invalid dhe pse kanë qenë plagosur, Mos Jashari, Sami Lështaku është ky djali këtu, ishte shok i ngushtë i Ademit të Ilazit dhe ishte orëve të para të ushtrisë themelimit të ushtrisë të Kosovës, tani për momentin është kryetari i komunës në Skënderaj. Këtu i kemi 4 dëshmorë të kopit që kanë ra heroikisht në këtu troje, është daja i komandantit Osman Shoban Geci, kusherini i komandantit Faik Jashari dhe 2 nipat e Bas Shabanit nga një fshat të afër Gjëbagats. Ndërsa në këtë pjesën tjetër, a një dhe marrë, dhe në qashë, këtë në qashë. Hajde aty se të kemë e madhe të shënë, edhe këtë shumë, hajde të qashë, dhe në qashë, vetë në gjeni pozicionat. Kjo fotografi është natë njëtën. Këtu janë fëmija 3 vazhdeve, Trifatit, Hamzës dhe të komandantës. Nga kjo foto që po i shifni 18 veta, 12 nga kjo foto i ka vrarë serbi 6 në jetë, 6 të gjallë. 12 nga kjo foto janë dëshmorë. Dorë Zoti që këtë gjak dhe gjakun e gjithë dëshmorëve, ku do që ka ra një pikë gjak i sholla shqiptarët nuk shkelin një gjak. Këta janë fëmija që kanë lindur pas luftës. Atje ju të regova se kanë lindur 12 fëmijë, 7 djemë ka e vajza. Ky djali këtu dhe kjo vajza janë të djalit komandantit, Lulzimit. Dha i ka ripërtri emrat e 2 prindëve vetë. Adem, Adile. Pra kjo është Adem Jashari Ritani. Këta 2 fëmijë janë të Muratit. Murati ka ripërtri emrat e 2 gjyshve vetë, ose në emrin 2 prindëve komandantit, Shaban, Zahide. Këta 2 fëmijë dhe ky djali këtu janë të djalit Hamzës, Bekimit. Edhe i ka ripërtri emrat e 2 prindëve vetë. Hamz në emrin të babës, Feride në emrin të nonës, Bersim në emrin të vllavës që i ka ra dëshmorë. Kjo është djali i generalit që është ripërtri emri vllavë tina Iqbal. Atje të regova se familja është ripërtri edhe pas luftës për 17 antarë familjes. Nga kjo familje janë martu dhe 3 vajza. Është martu vajza e Rifatit Iliriana, e cila ishte plagosur në luftën e dytë dhe në luftën e fundit ishte për momentin të dajtë e vetë bashkë me vllahun Fazlim dhe 2 vajzë të komandantit Shqipën dhe Marikonën. Iliriana tani e ka një djalë. Është martu vajza e komandantit Shqipja, cila i ka 3 fëmijë, 2 vajza, 1 djalë, dhe është martu vajza Hamzës Besartë, që kam bjetu në Magje. Kjo është dëshmitarja e gjallë e vetme që prej asë deri në shre dhe të shokë kam bjetu. Kaq. Ju këtu keni fotografi të bukra, komandantit, keni amblema të bukra edhe të ushtrishin të Kosovës, edhe hartën natyrale ose hartën etnike, keni Kosovën me Shqiponin, Kosovën
keni literatur, ata që kanë mundësi me ndihmu kompleksin mrena mundësive, nuk është e caktume, nuk është obligative, po vetëm si pas dëshirës dhe mundësive, ta ndihmoni për arsye se ende për faktin se ende as qeveria komunale, as e Kosovës mirëmbajtjen e kompleksit nuk kanë bërë gjithë këtë. Punimet e kynë qeveria e Kosovës, ndërsa mirëmbajtjen e majnë kryesisht vizitorët e Kosovës. Deri tash. Po shpresojmë që këtë vit zgjidhen disa çështje që do të mos zgjidh, largohet mbi kqyrja mbi Kosovën dhe atëherë tani vendoset. Bëhom zot shtëpinë në shtëpi tonë. Edhe pse po themi kemi Kosovën e pambarën, jemi shtet, po andala nuk kemi se jemi të mbarën në këtë kujtë. Po me rëndësi ne që jemi të lirë. Veç më ka dhënë çka po Veç ju